çfarë do të bënte kjo? Pikë së pari do të ruante njëherë përfaqësimin e rajoneve të ndryshme në kuvendin e Republikës Shqipërisë, sepse nëse do ta bënim Shqipërinë një zonë të vetme zgjedhore, pra proporcional i hapur kombëtar, do të kishim deputet që vinin nga zona shumë të populluara, siç janë për shembull Tirana, Fieri e tjerë me radhë, dhe do të kishte shumë vështirësi që të gjenim në parlamentin e ardhshëm deputet që të prodhoheshin dhe që të vinin nga komunitete që kanë një numër të vogël banorësh, siç janë për shembull zonat e thella, Kuksi, Mirdita, Dibra e tjerë me radhë. Pra nuk do të kishin përfaqësim, kurse duke ndarë në 4 rajone, kjo jep një lloj përfaqësimi. Ndërkohë është propozuar dhe ndryshimi i formulës së ndarjes së mandateve. Formula që ne përdorim sot për ndarjen e mandateve është një formulë që mbasi merr numrin total të votave, ai numër total i votave pjesëtohet me numra 1, 2, 3, 4, 5. Kjo formulë që është formula dhond përdoret për të eliminuar faktin që sistemet proporcionale krijojnë qeverisje jo të forta dhe për të eliminuar këtë defekte të themi në thonjza të sistemeve proporcionale është vendosur kjo formulë e cila favorizon favorizon partinë më të madhe dhe në rastin më të mirë favorizon dy partitë më të mëdha dhe është absolutisht një sistem, një formulë e cila shkon në kundërshtim me interesat e partive të vogla. Ndërkohë duke e zhbërë këtë formulë dhe duke përdorur formulën me numra tek, që është formula Santegu 1